mundësua nga Ana Marketing Agency dhe Dea Academy Dance. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në episodin e parë të emisionit Klubi i Zhvillimit. Na uroni sa më shumë fat, por gjithashtu dhe na ndiqni sepse do t'ju angazhojmë edhe ju gjithashtu me pyetjet tona, me rubrikat tona dhe pa humbur kohë, unë do t'i prezantoj të ftuarën time të parë. Dhe ajo është Maria. Maria, mirë se erdhe. Faleminderit. Maria, unë të kam përzgjedhur ty sepse kam vite që të njoh dhe e di shumë mirë që ti ke shumë gjëra për të thënë dhe uroj që të zbuloj tek ty gjërat më të vlefshme. Dhe për këtë prezantim nuk është thjesht një diskutim mes njëra tjetrës, por ti më ke vendosur diçka te kjo kutia. Dhe kështu le të nisim dhe të zbulojmë çfarë ka në këtë kuti. Duket diçka e butë. Okej, nuk po e hap. Dhe ju mendoni, janë dy gjëra që unë i kam kërkuar Marias, ajo do të jetë një foto nga vogëlia e saj, nuk është e thënë në cilën moshë. Unë do të mundohem ta gjej në cilën moshë ke dalë aty, dhe gjithashtu një lodër që ti ke luajtur shumë, i thash Marias. Ta nis me foton apo me lodrën? Me lodrën ta nis? Po. Kjo ka qenë lodra ime e parë. Kjo ka qenë lodra jote e parë, një vajzë me flok roz. Në cilën moshë ta kanë dhuruar? Nuk e mbaj mend moshën, po nuk e ka qenë rreth 2 ose 3 vjeç. Shumë e vogël, dhe ti e ke ruajtur mirë. Po. Goxha mirë, nuk e ke shqyer. Më duket sikur fëmijët sot kur marrin lodra pas 3-4 ditësh, ja gjen kokën në njërin vend, dorën diku tjetër, por ti e ke mbajtur më së miri. Pse mendove pikërisht këtë kukull? Sepse kjo është kuklla e parë që unë kam pasur dhe më kujton fëmirin. Zakonisht si mban mend veten e vogël, i kërkoj gjërat me paduri, me dua, qaje, ke qenë një fëmijë që ti plotësonin përgjithsisht dëshirat? Mua përgjithsisht mi plotësonin dëshirat, por nuk është se i kërkoja me detyrim gjithkohës. Pra ishe një fëmijë që bindeshe? Po. Nëse mami të thoshte jo, këtë nuk e marrim dot ose kjo për Jo direkt, po jo direkt. herët e 2-3. 2-3, edhe të 4, edhe të 5 ndonjëherë, por e rëndësishme është edhe ne prindët të provojmë të negociojmë. I ke vendosur emër? Jo, nuk i kam vendosur emër. Më duket se duhet të pyesim të gjithë ata që po na shikojnë, na duhet një emër për kukullën e Marias. Por duke që se ka flokët roz, mirë, ne nuk po japim opsione, ju në koment mundet të na jepni disa. Dhe fotoja. Sa e vogël! Këtu duhet të jesh 4 vjeç, 5 vjeç. Ajo është dita e parë e kopshtit. Dita e parë e kopshtit, bi 4 vjeç. Po. Ju afrova, mirë, me moshën nuk kam keq me moshën e fëmijëve. Dhe këtu ke dalë me mamin dhe e mban mend ditën e parë të kopshtit? Po, dita e parë e kopshtit ka qenë shumë bukur, unë kam dhënë miq të rinj, dhe përgjithësi zyshat ishin shumë të mira. Kush ishte më emocionuar, ti apo mami? Apo babi? Mami ishte? Ishte të emocionuar? Po. Ti e ke kaluar mirë të pjesën e socializimit. Socializim do të thënë me fëmijët e tjerë që je përshtatur, ke luajtur, apo të zhdashur për shumë një javë ke qarë. Po më përshtatur qik një javë që të ndashe nga mami dhe babi, nuk kisha mësuar që të rija shumë orë. Por pak e nga pak, po. Se ti je fëmijë vetëm. Po, vetëm. E ndoshta të gjithë vëmendja ka qenë te ty. Ka pëlqyer kjo vëmendje? Po ndonjëherë është pak e vetmuar, ndjem pak e vetmuar. Ndjesh pak. Po besoj ke dhe shoqe, kushuri njerëz? Po, kam. Ke. Kam 2 kushurinj, janë të 2 të vegjël, edhe kam dhe shumë shoqe. Ke dhe shumë shoqe. Sa e vështirë është të jesh sot, se unë nuk po e them fëmijë, por për mua fëmijë sigurisht, të jesh në moshën që je, sepse ti para një jave, para pak ditësh, bëre 12 vjeç. Po, 12. Në këtë kohë që po jetojmë, sa e vështirë apo e lehtë është të jesh 12 vjeç? Është pak e vështirë, sepse në shkollë lëndët janë të vështira, jepen shumë detyra, por njëkohësisht dhe shumë e mirë, sepse zë shumë shoqe, flet me njëri tjetrin, është shumë bukur. Si duket vetja kur je 12 vjeç? Shumë e madhe? Si mendon ti? Unë, që kur jam bërë 12 vjeç, nuk e ndjej akoma se kur jam 12 vjeç, me thënë drejtën. Çfarë do të thënë, që ndihesh më vogël? Po, ndjem sikur nuk jam akoma. Di, edhe mua më ndodh kjo sa herë, çdo vit më ndodh, dhe nuk jam gati asnjëherë dhe edhe vitin tjetër prap nuk jam gati të bëj aq, por gjithsesi 12 vjeç është një moshë interesante, sot ka vështirësitë e saj, por ti siç më the ke shoqe. Po, kam. Dhe kjo është gjë e bukur. Qoftë edhe një shoqe, 2 shoqe është e rëndësishme dhe që të jeni dhe bashkë, bëni aktivitete të tjera përveç se bëni mësimet. Po, ne bëjmë aktivitete. Unë me një shoqe jemi dhe në kurs volejbolli,
plus ne ndonjëherë dalim me prindrit dhe kënaqemi. Prindit bashkë me ju? Po. Por prindrin pak më larg dhe ju bashkë apo të gjitha bashkë? Po varet, nëse për shembull shkojmë në një lokal, prindit në një tavolinë tjetër, në një tavolinë Po, se tjetër. keni ato diskutimet tuaja të moshës tuaj. Unë dua që ta njoh akoma dhe më shumë Marian dhe jo vetëm për sa i përket pjesës së saj të kaluar dhe pjesës aktuale, por edhe përmes disa lojrave, mund të them të thjeshta, por që duam pak vëmendje dhe shpejtësi. Plotëso fjalin. Maria, duhet sa më shpejt ta plotësosh këtë fjali, këtë pjesë tjetër të fjalisë. Edhe ju gjithashtu mund ta provoni bashkë me ne. Shkolla për mua është Një eksperiencë shumë e bukur. sa mirë. Miku i mirë është ai që Më jep shumë dashuri në momentet e vështira. po, dhe jo vetëm në momentet e mirë, por të vështira sigurisht. Pushimet perfekte janë kur Jo vetëm unë, por dhe familjarët kënaqen. në kohën e lirë më pëlqen të Luaj volejboll, lënda më interesante në shkollë është anglishtja, Pse? sepse është edhe e bukur si lëndë, por është një lëndë shumë e përdorur në gjithë botën. mami është mësuese lëndës së gjuhës Greke. greke. Di greqisht? Jo, Jo? Po Jo. një fjalë? jo. Pse nga që ke mësuar shumë mirë anglisht dhe kjo greqishta të duket më e largët? Thjesht nuk i kam shumë qef si lëndë, plus më duket dhe vështirë, se ka Të duket alfabetin vështirë. ndryshe. As një fjalë, as të shkemi kalimera këto, apo Jo. as kalimera, kalispera, uroj t'i them mirë këto. Kur të rritem, dua të bëhem, Me thënë të drejtë, unë nuk i kam menduar akoma se çfarë duhet të bëhem, por mendoj të bëhem pak si mësuese. sa mirë. Ja, që thoni nuk ka të rinj që duan të bëhen mësuesi, ja që ka. Po mësuese, pak mësuese? Më thënë, një pjesë mësuese, po pjesën tjetër, çfarë do ta bësh? Pjesën tjetër dua të bëhem avokate. Avokate. Mirë. Mësuese për shembull në kohën e lirë si bie ti administrosh, po mirë ka kohë deri atëherë. Mami për të thotë për shembull, Maria do doja shumë të shikoja këtu ose do doja që të bëhesh e tillë. Po, mami me babin kanë dëshirë që unë të bëhem përkthyese kur të rritem. Përkthyese e gjuhës angleze, Po. jo greke. Apo kush e di mundet të hyjë edhe ty në qef. Kjo dhe shumë gjuhë të tjera. Dhe tani me kohën që ka ardhur Maria, duhet të jemi shumë dimensional, duhet të dimë dhe gjuhë të huaja, duhet të jemi të komunikueshëm, duhet të dimë pak edhe nga lëndë të tjera dhe fusha të tjera. E rëndësishme është që ty të kalon të lirë të zgjedhësh, të kanë dhënë opsione dhe të mbështesin. Një ditë perfekte për mua është kur Unë kënaqem me familjen, shoqërinë dhe rëndësika që dia do kalon shpejt për mua kur është e mirë. kalon shumë shpejt. Kur pastaj kemi një ditë të lodhshme duket sikur me zjesën. Gjëja që më bën të qesh më shumë është Babi, mami, edhe shoqet e mia. Okej, pra ambienti, momenti që ti ndodhesh me ta, Po. ti je qetë, je gëzuar dhe të bëjnë për të qeshur. Nëse do të fitoja një konkurs të madh, Unë do të gëzohesha shumë, por edhe të tjera që ndoshta nuk kishin fituar, unë do t'i thosha që është okay, sepse ndonjëherë fitojmë, ndonjëherë humbasim. Maria ka marrë pjesë edhe më përpara në konkurse që ne kemi zhvilluar me tematika për sa i përket pikturës, por për artin do flasim në rubrikën tjetër. Vendi që do doja të vizitoja është Unë kam pasur shumë dëshirë të vizitoj Egjiptin, sepse më pëlqen shumë kultura e saj. Je në formë që të ecësh, të bësh ato ture të gjata, Sigurisht. edhe foto atje me mumjet, me piramidat, me të gjitha ato që ne i kemi parë në për film, apo i kemi parë edhe në për foto të ndryshme. Vjen momenti tjetër i storytelling. Tregojmë një histori, jo historinë e saj, por një histori ashtu, në atë moment të improvizuar. Vjen tani. Në ekran do dalin disa foto, janë 5 foto, Maria, dhe duaj që ti të krijosh një histori, storytelling, por që të kenë lidhje me njëra tjetrën. Mund t'i vendosësh në një emër personazheve, si të duash ti. Nisi. Unë mendoj te kjo historia që në televizor po shfaqet një histori ose një film që është një baba me vajzën e saj, e tij. Dhe ata po kënaqen dhe babai po i tregon për fëmijërinë e tij
me shokët dhe shoqet që kur ishin të vegjël, ata luanin jashtë me lojra shumë të ndryshme dhe ata edhe mësonin, lexonin në kohën e tyre, sepse atëherë nuk ka pasur telefona. Dhe në fund të fundit ata flinin dhe herët në darket. Flinim si qingj, se lodheshim aq shumë jashtë. Po, kjo është një histori që Maria na tregoi dhe na solli ndërmend edhe fëmirin ton dikur. Dhe çfarë kemi më pas? Kështu apo ashtu? Maria, edhe tani ne duhet të përgjigjemi shpejt, ti duhet përgjigjesh shpejt, unë do mundohem ta them shpejt fjalinë dhe do zgjedhësh njërin ose tjetrën. Akullor apo çokoladë? Çokoladë. Sa se do thosh edhe akullor dhe çokoladë. Det apo mal? Mal. Libër apo film? Film. Vizatim apo këngë? Këngë. Zjo e sherët apo flevon? Unë flevon. Çore. Kur nuk jam në shkollë, që kam pushim, përpiqem të flevon sepse më pëlqen. Por kur jam në shkollë, flej herët sepse ditën tjetër duhet të zjohem herët. Po. Pizza apo hamburger? Pizza. Shkollë online apo në klasë? Në klasë. Qenë apo mace? Mace. Sport apo lojra në telefon? Sport. Ne do të vim më tej me Marien dhe do të vizatojmë sepse ju përmenda pak që Maria e ka qef pikturën, por do të vizatojmë dhe gjithashtu do të flasim. Unë do pyes Marien dhe do të kemi një diskutim kështu si një ushtrim i vogël që na mban edhe të fokusuar edhe do të nxjerrim pastaj një produkt me vizatim, por vetëm për pak. Jemi gati të vizatojmë, jemi gati të pikturojmë dhe të flasim të njohim akoma dhe më tepër Marian. Por, çfarë do vizatojmë? Maria, e di çfarë kam menduar? Kam menduar që ne të vizatojmë ëndrrën tonë më të bukur ose më të çuditshme. Unë kam menduar të vizatoj ëndrrën më të çuditshme dhe do i shpjegojmë pastaj. Nuk e di nëse do mendosh të vizatosh ëndrrën e bukur apo çuditshme, dhe ndërkohë do flasim për ëndrat, për dëshirat, për shumë çka, çfarë do na sjellë pastaj edhe pjesa vijuese. Jemi gati të nisim. Në fund pastaj ju do e shikoni se çfarë kemi vizatuar. Okej, ndërkohë që nisim, do më thuash Maria, si i mban mend ëndrat? Unë nuk ose i mbaj dhe aq shumë mirë mend ëndrat, por kjo ëndër ka qenë e shpesht. Ka ndodhur para disa kohësh. Para pak kohë. Okej, duhet të nisësh se unë pastaj ta kaloj me atë skicën time. Por pra, këto janë ëndra që ty të përsëriten dhe a ka ëndra që për shembull ti kur je shqetësuar, je si e mërzitur se po pret diçka, je si në stres edhe e krijon vetë një ëndër të bukur? Po. Ke, a? Ka. Është një gjë me lule, është një me det, se po flas shumë nga vetja ime, unë se ndoshta ajo është që unë e krijoj. Është për mua ndonjëherë ndodh nëse jam në një fush dhe është shumë qetësi dhe unë aty thjesht kam muzikë. Ose ndonjëherë është nëse unë kam shkuar në plazh për pushime me familjen, me shoqërinë. Atë krijon në mendje. Ato sjell si kujtim që të zëri gjumi më i ëmbël. Po, ose mendoj për kujtimet të bukura që kam kaluar. Çfarë kujtimesh për shembull? Kujtime në udhëtime shumë të bukura që kanë dalë me prindrit ose me shkollën, me shoqet. Ke bërë ekskursione në shkollë? Po, kemi çfarë vendi për shembull? Këtë vit nuk ose kemi bërë akoma ekskursione, por nga disa vite ne kemi shkuar në kopsh zoologjik, në shumë vende kemi shkuar. Jemi kënaqur. Po me prindit në një udhëtim që e mban mend? Disa prindër me disa fëmijë ne kemi marrë një furgon dhe kemi shkuar në Krujë. Në Krujë. Po, u kënaqem. Pra të pëlqen edhe të vizitosh vende historike, por piknik, bëni më mosha juaj, keni qef piknik apo keni çik kështu si turp? Ti të shtrohesh në bar. Unë kam qef personalisht sepse jam mësuar që me nënën edhe me babin edhe me gjyshin kam qenë e vogël dilim shpesh edhe me mamën. Pra është akoma e preferuar që edhe të shtrihesh në bar, të kesh kontakt me natyrën, të ndjesh atë lidhjen me ajrin e pastër. Unë ti je i çlirët, si për shembull. Unë kam qef, thjesht ndonjëherë nuk i kam përgjithë se ka insekte. Ah, mirë, okay. Ke frikë nga insektet? Po. Po, nga cilat? Apo çfarë do lloj insekte? Nga buburecat, merimangat. Do të thënë ti je nga ato vajzat që ulërin kështu kur shef në një insekt, a? Nuk ulëras, po e kam shumë frikë. E ke frikë. Mi që folëm pak për frikën, po një frikë konkrete, që do thotë, ose një frikë e cila nuk është kështu
siç është për shembull pjesa e insekteve që janë më të zakonshme. Keni një frikë ti? Unë kam dy frikë, që njëra është pak e çuditshme, por frika ime e parë është deti nga brenda. Kam pak frikë se çfarë ka brenda në det. Dhe frika e dytë janë qentë. Qentë. Okej. Qentë janë të mëdhenj. Qanë të mëdhenj. Pa të vegjit ti për të dhënë? Kam frikë, nuk se i kam dashur qef njëkohësisht. A mendon se ne duhet përballim me frikën? Gjëja më gjejmë mirë metoda? është të përballemi, sepse ne duhet të mësojmë, që në jetë ne të na duhet. Për shembull me qenin e ke menduar të përballesh me këtë frikë tani edhe më pak ka qenë në rrugës, më përpara ka pasur edhe më tepër. Tani kam më pak Më pak? frikë. Si ke hequr? Kam hequr duke ju afruar qenëve, duke i prekur pak. Avash. Po, je vajzë sportiste përveç voleybollit, të pëlqen të shëtisesh me biçikletë, të pëlqen të luash për shembull lojra që i ke bërë edhe në fëmijëri, kur ke qenë më e vogël, por edhe tani. Po, mund kam qenë në fëmijëri, më pëlqente të luanim talash, edhe me shoqet, kam qenë e vogël, luanim lojra që i shpiknim vetë. Po. Loje me pretendime, si quhet, me loje, po, tamam Po, me i shpike. shpiknim vetë. Ka qenë një palë kukla që nuk i mbaj mend, po ishin me fuqi magjike dhe kur ishim të vogla, luanim ato. Më kujtove se Lormunin, edhe ne ashtu luanim me fuqitë e shpikura, me ato fuqitë që shikonim për filmat vizatimor. Ti çfarë fuqie kishe qef? Unë kisha qef të fuqinë, ishte një person që kontrollonte bimët. Kontrollonte bimët si, që të rriteshin shumë. Po, të rriteshin shumë. Edhe çfarë efekti sillte kjo? Ose bënin lule në sekond. Kanë qenë një palë kukla, wings quhen. Po, e mbaj mend, e kam idenë se kanë qenë shumë të preferuar për një periudhë, po ikin këto vinca të tjera me ngjyra plotë dhe me fuqi. Por sot që je 12 vjeç, prap nëse e mendon, çfarë fuqie do doje të kisha? Të njëjtë fuqi. Të njëjtën fuqi. Po këto nga këto fuqit për shembull të isha e padukshme, ti lexoje njerëzve mendjen. Unë do të kisha dëshirë të lëvizja kohën. Çfarë ti bëj kohës? Që nëse për shembull doja ta çoj në të ardhmen ose në të shkuarën. Po nëse na çon të ardhmen, kthem prap për shembull? Po, sigurisht. Po kështu një 10 vite prapa mund ta çosh, mirë ishte. Pra kjo e kohës të pëlqen. Po pse që të dish të ardhmen se çfarë do ndodhe? Po, ose nëse kam pas një kujtim shumë bukur në të shkuarën, ta rikthej dhe ta përjetoj edhe një herë. Po këtë mund ta bëjmë ne pak a shumë, të shkojmë prapë tek ai vendi me njerëzit që kemi qenë. Po ndoshta jemi pak më të rritur dhe nuk kemi ato ndjesitë, por ne vlen ta provojmë. Je gati, ke vizatuar? Po. Edhe pak? Okej. Do e shihni se çfarë kemi bërë. Ëndra ime pra ishte një ëndër e çuditshme që e kam parë disa herë, por ashtu siç është e çuditshme është edhe një ëndër kështu si çliruese. Ëndra jote është e bukur, the, ëh? Ëndra ime është e bukur, po dhe pak e çuditshme. Edhe pak e çuditshme. Edhe krip, edhe sheqer, edhe pak gjëra pikante. Jemi gati ta tregojmë? Okej. Kjo është ëndra ime e çuditshme, jam unë duke fluturuar. Në momente ku këtu jam unë duke fluturuar, her pas here më ndodh që kur kam pak si frikë, si klet, të shkëputem nga toka dhe të fluturoj. Do të ishte edhe kjo një fuqi për ne njerëzit, sikur të fluturonim. Ne kemi shpikur lloj-lloj mjetesh të tilla për të fluturuar, por dhe kjo pjesa e ëndrës për shembull ka një lloj kuptimi kur do të shkëputesh, do sikur çlirohesh kur je lart, shikon rreth, shikon qytetin e zhurmshëm edhe pallatet qiellgërvishtëse. Do ishte shumë interesante sepse nëse ti ke dëshirë të shkosh në një vend dhe ka trafik, mund të shkosh më shpejt. Shkoj më shpejt. Imagjinoni pastaj nëse do ta kishe të gjithë si fuqi, do bësh prap trafik edhe në ajër. Për ty ëndra e bukur është? Unë kam bërë një ëndër sikur unë kam qenë në det me koralet dhe kam notuar me peshqit, por mund të merrja frym poshtë ujit. Mund të qëndroje për një kohë shumë të gjatë. E bukur. Kjo është ëndra e Marias. Tani, më thoni se cila nga ëndrat ju është dukur më interesante, ëndra ime apo e Marias, dhe na thoni në komente. Jemi në pjesën e fundit, e di që minutat ikën shumë shpejt dhe me Marian ne do të bëjmë një test psikologjik. Ju pëlqejnë testet psikologjike. Ndaj dëgjoni pak me vëmendje sepse edhe ju mundet të zgjidhni dhe pastaj të shikoni se si ka qenë kjo zgjedhja juaj. Maria, ashtu edhe tek ju do dalin në ekran 3 dyer. Ke derën e parë, të dytë dhe të tretë, Maria. Me aq sa ti mendon, cilën derë do të zgjidhja? Unë do të zgjidhja derën e parë. Derën e parë.
Kishte ndonjë arsye, ndonjë gjë pse derën e parë apo si numër? Mu zgjodha derën e parë sepse më pëlqejnë ngjyrat e dera dhe më duket derë më e thjeshtë dhe më para shumë normale. Okej, pra ju afrove normaliteti, ju afrove thjeshtësisë që mos rrezikoje shumë ndoshta. Okej, dera e parë që ka zgjedhur Maria është pyll i panjohur. Pra, hap derën Maria dhe ti do shikosh aty një pyll të panjohur. Dhe në atë momente janë 3 gjëra që ti do të zgjedhësh njërin prej tyre. Një shteg të ngushtë që shkon thellë në pyll, një shtëpi të vogël druri, apo një dritë që duket larg mes pembe. Unë do të zgjidhja një shteg të ngushtë që shkon të thellë në pyll, sepse dua të eksploroj se çfarë ka brenda pylli. Okej, madje kështu përgjigjen për atë kërkesën që ti ke për më shumë eksplorim. Dera e dytë, nëse ju keni zgjedhur derën e dytë, është qyteti i të ardhmes. Është qyteti ku tregon se çfarë ndodh pra në të ardhmen, aty ka robot dhe ju, nëse do zgjidhni këtë derë të dytë, mund të bënit njërin prej këtyre gjërave. Të flasësh me një robot, që duket shumë i zgjuar, të hipësh një makinë fluturuese apo të hysh në një laborator shkencor. Nëse keni zgjedhur derën e tretë, aty është ishulli i aventurës. Pas kësaj dere janë 3 gjëra që mund të bëni. Aty mund të gjeni një varg të vogël, mund të gjeni një hartë thesari ose një shpellë të fshehtë. Maria, ke mundësi ta ndryshosh derën, të mbash po derën e parë apo të zgjedhësh njëra prej këtyre dy dyrave të tjera. Tani që di se çfarë ka. Unë do zgjedh derën e dytë, sepse dua të shoh se çfarë do ketë brenda një laboratori shkencor. Pra ti prapje tek ajo pjesa e të ardhmes, të pëlqen në robotët, aty ka dhe pak ndoshta aventurë? Po. Pra, zgjodhe derën e dytë, e le derën e parë. Po. Po ju do e ndronit me atë të parën që kishit përzgjedhur apo do i qëndroni po aty? Kështu në këtë mënyrë edhe ju, por gjithashtu edhe Marien e njohëm pak më tepër dhe uroj t'ju ketë pëlqyer i gjithë ky episod që patëm mundësi të shkëmbeni me njëri tjetrin edhe informacione, por gjithashtu edhe për të zbuluar botën interesante të fëmijëve, të adoleshentëve, të para-adoleshentëve në këtë episod që uroj t'ju ketë pëlqyer. Ne do të takohemi në episodet të ardhshme. Maria, unë dua edhe një mesazh nga ty, kështu si për pjesë të fundit. Një mesazh për moshatarët e tu, ndoshta një mesazh për prindërit, për këtë duash ti. Një mesazh për mua do jetë që gjithmonë pëlqejeni aventurat, sepse do njihni gjëra të reja dhe të bukura. Po, pëlqejni aventurat, merrni këshilla nga prindrit së bashku sigurisht, derisa të bëheni të pavarur fare, edhe që ne sigurisht edhe ne duam atë, por çdo gjë me kohën e vet. Ju përshëndesim, faleminderit një Maria. Faleminderit edhe ti. Ju përshëndesim të gjithëve dhe takohemi në episodin e radhës në emisionin Klubi i Zhvillimit. Ky episod u mundësua nga Ana Marketing Agency dhe Dea Academy Dance.